Në katedralen Ngjallja e Krishtit në Tiranë u kremtuan shërbesat e mëngjesores dhe liturgjia hyjnore për festën e të dielës së dafinave. Shërbesa u kryesua nga kryepiskopi Joani, i cili drejtoi lutjet dhe ndau mesazhin shpirtëror me besimtarët e shumë të mbledhur në kryeqytet. Gjatë fjalës së tij, kryepiskopi Joan u fokusua në kuptimin e thellë të hyrjes së Krishtit në Jeruzalem dhe rëndësinë e kësaj dite për jetën e çdo të krishtteri. Krishti erdhi i përulur, duke ju treguar gjithë njerëzve që për të hyrë në këtë mbretëri nuk hyhet me krenari. Krenarët nuk mund të hyjnë në mbretërinë e qejve, sepse krenarët kanë një shpirt kundërshtues, mburravec, merren me tjerët, nuk merren me veten. Vetëm njerëzit që janë të përulur merren me veten. E duke u marrë me veten, ata fillojnë dhe pastrojnë zemrën e tyre, e duke pastruar zemrën e tyre hapin rrugën e mbretërisë. E diela e dafinave pikërisht kjo gjë është, që ne të njohim Krishtin si mbretin ton. Dhe si e njohim ne Krishtin si mbretin ton? Duke vëzhguar zemrën ton thellë. A mbretëron Krishtin në zemrën ton, apo mbretërojnë forcat të tjera? A është zemra jonë e pastër? A kemi ne të mira, xhelozira, inate, mërira? Nëse kemi këto gjëra, nuk është Krishti që mbretëron në zemrën ton. Edhe në kryq, Zoti, mbasi e kryqëzuan, e poshtëruan, e tallën, nuk u hakmor. Po tha, fali o atë, se s'din çfarë bëjnë. Kryepiskopi Joan u bëri thirrje besimtarëve që të nisin javën e madhe të pësimeve me përkushtim dhe dashuri. Zoti nuk erdhi për të ndryshuar botën nga jashtë, po për të ndryshuar nga brenda. Dhe ne e dim shpeshherë që çfarë do lloj reformash që të bëhen ekonomiko-shoqërore. Janë bërë me qindë revolucione, përmbysur sisteme, ardh sisteme tjera, përsëri e keqja ka vazhduar. Sepse nëse nuk ndryshon njeriu, çfarë do lloj reforme të bëjmë ne? Çfarë do lloj shoqërie të ndërtojmë? Nuk do ketë drejtësi, e keqja përsëri do të triumfojë. Nëse nuk pastrohet zemra e njeriu nuk mund të ndryshojë. Prandaj dhe Zoti, duke qenë mjeku më i mirë i shpirtrave, e di se si mund të shoqërohet, si mund të shenjtërohet njeriu, e si mund të shërohet ai, duke hyrë nga brenda. E mbretëria e Krishtit është një mbretëri shpirtërore dhe e thellë. Pas përfundimit të liturgjisë, besimtarët morën degët e bekuara të dafinave, duke shënuar kështu nisjen e javës më të rëndësishme të kalendarit shpirtëror ortodoks.